PD, Aleanca për Shqipëri Madhështore, vjen para vlorës e vlonjatëve me një vizion të qartë dhe me duke prezantuar një program gjithë përfshirës që prek çdo fashë sociale e ekonomike të vendit, të zonës tonë, të qarkut tonë, ku çdo individ e gjen dhe do ta gjej veten e tij të përfaqësuar. Kjo është forca, fuqia e programit tonë dhe kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe të aleatëve, drejtuesit e Partisë Demokratike, antarët e Partisë Demokratike, të gjithë ju motra e vëllezër të nderuar zonja e zotrinj, do jeni ata që do ta përcjellim këtë program tek qytetarët, tek vlonjatët. Programi ynë është për një program i cili vendos në qendër qytetarin, biznesin e vogël dhe të mesëm, dhe ne do flasim sot dhe gjithkohon dhe mbas 11 majit ne këto premtime do t'i bëjmë realitet. Nuk do vendoset minimumi jetik prej 200 eurosh. Ne kemi në veçanti 4 vite që kemi punuar dhe kemi luftuar për të, po kemi ashtu në një reagim të shurdhër të qeverisë Rama. Ju besoj keni ndjekur, unë kam zhvilluar dhe interpelanca të posaçme për këtë. Nuk do ketë pensionist me pension të pjesëm apo të ullët. Çdo pensionist minimumi, çdo pension do jetë minimumi 200 euro dhe mbi këtë do rritet 20%. Në gjithë paketat tona, rroga minimale bëhet 500 euro dhe kjo do realizohen brenda 100 ditëve të para. Rrogat mesatare rriten me 1200 euro. Në këtë paket, ne nga ana tjetër, pensionistëve u kthejmë të vëshën e mallrave të shportës, e cila në bazë të llogaritjeve është një lehtësim i madh. Nuk është pak, po është pothuajse 2-3 pensione në vit. Energjia elektrike do të zbresë në 7 lekë. Nafta do të shitet me atë çmim që shitet në Kosovë dhe asnjë qindark më shumë. Partia Demokratike me programin e saj do ta theksoj të gjitha ditët e fushatës se figura qendrore, boshti kryesor i programit, i sfidës që ka Partia Demokratike është qytetari dhe vetëm qytetari. PD garanton investitorët shqiptar, biznesmenët shqiptar se taksat më të ulta në Europë do të vendosen vitin e parë të qeverisjes, se energjinë do ta blini 3 herë më lirë, se energjinë do ta blini me çmime më të ulët në Europë. Jemi në vitin e diasporës dhe diaspora e meriton që në 5 vitet e para kushdo që kthehet nga diaspora të ketë lehtësira fiskale, do ta zhvillojnë aktivitetin e tyre ekonomik pa taksa. Ky program dhe garancia që ne japim për qytetarët, për fermerët, se do kenë subvencione për çdo njësi prodhimi, për çdo fidan, për çdo kokë bakti dhe ato fonde dhe fondet e BE-s nuk do vide, nuk do gabiten nëpërmjet AZBR-s dhe Ministrisë së Bujqësisë, siç është bërë deri tani, sa kjo është bërë çështje madhore edhe në Bruksel. Ne do të bëjmë gjithçka që t'u kompensojmë prodhuesve, eksportuesve dëmin që u ka krijuar në këto vite kursi i këmbimit, mbi çmimi artificial i lekut. Ne do mbrojmë prodhimin vendas. Mbështetja ndaj ish të përndjekurve politik do finalizohet me zgjidhjen e problemit, me zgjidhjen e dëmshpërblimit për ta brenda mandatit, brenda 2-3 viteve, dhe jo ta lëm me këto ritme si të breshkës të qeverisë Rama, ritme të cilat e presupozojnë këtë dëmshpërblim, i cili është një dëmshpërblim i drejtë ligjor dhe kushtetues për 30 vite. Partia Demokratike, të nderuar zonja dhe zotrinj, gjithmonë e ka dëgjuar, vlerësuar e zbatuar mendimin e intelektualëve, shoqërisë civile dhe ka nxitur bashkëpunimin me të rinj, promovimin dhe përfaqësimin e tyre. Bashkëpunimi me intelektualët, PD e ka patur gjithnjë konstante në politikat e saj. Ka respektuar të menduarit e pavarur, vizionet dhe sugjerimet dhe mendimet e vjera të tyre. Ajo ja ka bashkangjitur programit të saj dhe do vazhdoj t'i plotësoj, ku PD sot është një parti e hapur, ku respektohet mendimi i lirë dhe i ndryshe, duke konsoliduar besimin e saj në sytë e qytetarëve për të qenë alternativë më e mirë qeverisëse. Gjithmonë ne jemi takuar me intelektualët për të diskutuar problemet e qytetit, propozimet që ata kanë dhe mënyrën e zbatimit të tyre, si këshilltarët më të mirë, më të drejtanët për panësin, qytetarin, intelektin, integritetin e treguar si një aset i çmuar i vlorës. PD mbështetet në integrimin, pavarësinë e mendimit, vizionin, idet dhe sugjerimet e tyre. Është një raport i ngritur mbi respektin reciprok, lishmërinë e mendimit dhe kontributin e ndërsjellë. Ashtu si PD do të mbështetet fort në mendimin e vyer, në punën dhe përpjekjet e militantëve të Partisë Demokratike. Intelektualët vlonjat,
ashtu si në mbarë Shqipërinë, janë një aset i çmuar i qytetit, janë bashkëartus dhe bashkëzbatus të programit ton, program i cili në 2 shtyllat kryesore të tij për implementimin do të ketë llogaridhënien dhe transparencën. Llogaridhënia dhe transparenca do të na bëjnë ne të qëndrojmë gjithmonë drejt dhe t'ju shikojmë juve drejt e në sy.